Zëri I diasporës nga Madiana Nuridini. Window Radio. Mirë mbrëma të dashur dëgjues dhe mirë se ju gjejmë të lidhur në valët e radios tonë, Window Radio. Faleminderit që keni zgjedhur emisionin tonë në këtë mbrëmje të diel. Meqense se gjatë javës dy kolegët e mi, Genci dhe Leo, ju kanë mbushur plot me intervista politike, unë sot kam zgjedhur që të flasim që ta mjanojmë pak politikën, por të flasim për krijimtarinë. Sot kemi të ftuar në këtë bisedë një poet shqiptar që jeton dhe krijon në diasporë dhe pikërisht në Itali. Përmes poezisë të tij, ai shpreh mallin për atë dheun, përvojën e emigrimit dhe sfidat e të jetuarit midis dy kulturave. Faleminderit që pranoi ftesën tonë dhe I themi një mirëmbrëma Fatmir Gjata. Mirëmbrëma Fatmir. Mirëmbrëma Madiana, mirëmbrëma stafit dhe gjithë atyre që na ndjekin nëpërmjet të radios. Ju falenderoj akoma për mikpritjen që më keni rezervuar. Faleminderit juve që pranuat ftesën. Atëre, Fatmir, siç e thash edhe më përpara, ju jeni një poet, jeni një shkrimtar, jeni vetëm poet apo edhe shkruani? Unë jam vetëm poet. Vetëm poet. Okay. Nuk më pëlqen dhe aq proza. Shumë thonë që shkrimtarët janë poet të munguar. Unë nuk e besoj këtë, por më pëlqen të jem vetëm poet. Vetëm poet. Okej. Atëherë unë do të filloja siç fillojmë edhe me të gjithë të ftuarit tanë në emision, do të filloja me një prezantim. Në fillim si Fatmir Gjata person dhe pastaj fillojmë me Fatmir Gjatën poet. Do doja të dija çik rrugëtimin tuaj nga Shqipëria, kush është Fatmiri, si arriti deri aty ku është sot. Unë arrita në vitin 1991 me një anije që quaj, ne të gjithë e quajmë anija panameze, por ajo ka një emër të shkëlqyer, fantastik. Ka një emër që quaj Legend. Edhe me të vërtet ishte një kalim tamam si në për legjendë, sepse ajo natë që ne kemi kaluar ato detet, atë detin e trazuar me fjalë, ka qenë me të vërtet për të gjithë ne që ishim mbi atë anije, ishte një legjend, tamam si Konstantin. Ishte një kalim legjendar. Ishte një kalim legjendar, me fjalë. Mua më duk vetja tamam sikur isha duke ecur në përnat drejt diçka që nuk e dija se çfarë ishte, drejt një të panjohur, me fjalë, ne dinim se ku po shkonim, por nuk dinim se çfarë do gjenim, si ishte me të vërtet atje ku, me fjalë, ishte një kalërim drejt një shpresë dhe besoj që për të gjithë ne që ishim mbi atë anije ishte kjo ndjesi. Sa vjeç ishe, Fatmir? Sa vjeç ishe në atë kohë? Isha 25 vjeç, isha shumë miri. Isha me vërtet shumë miri. Me plot kuriozitet për të parë çfarë kishte nga ana tjetër. Ëndra. Edhe kjo ishte pjesa më e bukur e asaj, se dukej me të vërtet sikur isha në një ëndër dhe nuk doja të zgjohesh. Çfarë gjetët nga ana tjetër? Ëndrat Gjetëm me të vërtet diçka. Imagjinonit apo? Gjetëm me të vërtet diçka që nuk e imagjinonim deri në atë pikë, me fjalë. Imagjinonim që ishte diçka e bukur, diçka e mirë, por jo deri në atë pikë. Kur nuk ishim menduar, sepse ishim rritur me atë idenë e socializmit që na thoshte që ne jemi populli më I lumtur në botë, ne jemi më të bukurit, ne jemi më punëtorët, ne jemi më të zotët. Më të zotët dhe kur arritëm, na kanë zili gjithë bota dhe kur arritëm këtu, me fjalë ishte një zhgënjim I jashtëzakonshëm me atë çfarë nga gjithë ato ideret, nga gjithë ato, me fjalë, u detyruam që të pastronim veten në radhë të parë nga gjithë këto gjërat që kishim në kokë. Dhe e ndjeva veten me të vërtet sikur rilinda, sikur isha në një tjetër botë dhe në atë moment në fjalë çdo gjë ishte e jone, kishim arritur çdo lloj objektivi që kishim në jetë. Nuk e dinim akoma që aty fillonte gjithçka tjetër. Por në atë moment ishte një realizim.
25 vjet. Në qa vendit Italisë u vendose në fillim? Unë vendosa në fillim fare në Sanremo. Imagjino tani Në qytetin e luleve. çfarë mrekullie. Dhe pastaj nga Sanremo u spostova në Asti, në zonën e Astit, në Castelnuovo Don Bosco, ku jetoj dhe sot të kësaj dite. Për 25 vjet me radhë aty punova në një kështjell, kujdesa për atë kështjellën, edhe aty mora jashtëzakonisht sepse kisha një punëdhënës që ishte në një pozicion shumë të lartë në jetën shoqërore italiane dhe nga ai mësova jashtëzakonisht edhe duke pasur edhe në shtëpinë time 3 biblioteka të mëdha, të pafundme, imagjino vetë se çfarë kam mësuar dhe çfarë mora nga ajo jetë që bëra deri për 25 vjet me radhë. Është e vërtet që kemi pasur edhe shumë emigrantë shqiptar të viteve 91 dhe kanë, domethënë, mënyra se si flasin, pasioni se si flasin për njerëzit që kanë gjetur në atë kohë, me thënë të drejtën unë nuk e ndjej këtë, domethënë, nuk e ndjej këtë ndjesi tek të emigrantët, domethënë tek ne që erdhën pak më vonë, edhe pse ndoshta unë kam ardhur edhe me vizë studimi, për shembull, ose edhe emigrantët e viteve 2000, ndoshta i kanë gjetur edhe një çik, falë edhe jush, i kanë gjetur edhe një çik dyert më të hapura, vinë më kollaj, nuk kanë vuajtur aq sa ju, por më duket, ndoshta edhe gabojmë, por më duket se nuk e kanë të njëjtën ndjesi dhe të njëjtin mikpritje të italianëve si juve. Ndoshta ju kanë pritur më mirë ose ju në narrativën tuaj, domethënë e tregoni më Ti imagjino vetëm kaq, Madiana, që ne na merrnin njerëzit në fusnin në shtëpi në atë kohë dhe na jepnin për të ngrënë, hanin drekën, hanin darkën, aty na jepnin rroba për të veshur. Me fjalë, dhe mua më bënte jashtëzakonisht përshtypje kur ti ishe duke ecur rrugës, me fjalë nëpër Brindizit, ta zëm, edhe vinte një djalë i vogël dhe thoshte hajde pak se do mami me babin janë aty. Dhe ti e ndiqe nga mbrapa pa kuptuar se për çfarë kërkonin prej teje. Edhe ata të merrin një fjalë të përqafonin dhe të fusin në shtëpi, edhe të jepnin drekën të gjithë bashkë, aty ku ishin ulur gjithë familjet e tyre, edhe duke të parë me kurreshtin një fjalë kush janë këta njerëz, edhe ishte një diçka e jashtëzakonshme, një vllazëri që unë nuk e kam gjetur pastaj dot më. Ishte ndoshta momenti i parë, takimi i parë që patëm me italianët, por gjithmonë është ajo ndjenja vllazërore që ajo ndjenjë që unë mbaj deri tani. Shumë miq italian na merrnin për festat, me fjalë, dhe ne shkonin, festonin bashkë me ta. Dhe kjo është një ndjesi që mua më ka shoqëruar gjithmonë dhe mundohem edhe këtë t'ja shpërblej Italisë në një farë mënyrë italianëve dhe shoqërisë italiane, por edhe shoqërisë shqiptare, sepse duke pasur dhe organizatën që ne kemi, është ai mundi për të kthyer diçka njerëzve tanë dhe për t'i bërë ata më të lehtë të qëndrimin këtu në Itali, edhe për t'ia bërë akoma më të bukur, për t'i thënë që ju nuk jeni në një vend të huaj, ju jeni në një vend si motër, si vlla. Kjo është ajo ndjesia ime dhe këtë mundohem gjithmonë ta përçoj. Okej. Fatmir, ti ke shkruajtur edhe në Shqipëri? Po, kam shkruar edhe në Shqipëri. Domethënë ti ke ardhur poet, nuk u bëre poet. Jo, unë kam shkruar që kur isha i vogël, që kur isha shumë i ri, duke pasur edhe emrin të tillë, duke pasur emrin Fatmir Gjata, në fjalë ëndra ime ishte që unë të bëhesha Fatmir Gjata, kur të vdiste Fatmir Gjata, në fjalë unë do bëhesha ai i riu. Edhe nuk e di pse më ka shoqëruar kjo ndjesi, kupton? Gjithkohon. Bile është një histori e bukur, sepse vendosa një ditë kur isha i vogël, vendosa të shkoja te shtëpia Fatmir Gjata, të takoja Fatmir Gjatën. Dhe vajta, me vërtet, Fatmir Gjata banonte diku në qendër të Tiranës, në fjalë, dhe unë i vogël, shkova ke ai, edhe më
pyeti, kush je ti? I thash, unë jam Fatmir Gjata. Më quajnë Fatmir Gjata dhe një ditë do bëhem shkrimtar si ty. Edhe më futi brenda në shtëpi me fjalë. Më futi brenda në shtëpi dhe pastaj po më tregonte ato gjërat e tij, ku kishte shkuar, ku kishte qenë, çfarë kishte bërë. Edhe e pash që ai ishte i lumturuar që unë po i thoshe që unë dua të vazhdoj rrugën tënde. Dhe me të vërtet, në fjalë, arrita, nuk di nëse jam bërë, nuk më merr mend që jam bërë me një math sa ç'ishte ai, por më vjen mirë që po vazhdoj rrugën e tij. Aty afër. Po vazhdoj rrugën e tij dhe kjo më mjafton. Mjafton. Fatmir Gjata, juve jeni nga Fieri. Unë jam nga Fieri, po. Unë jam nga Fieri. Kam lindur në një fshat të vogël të Fierit, në një fshat që nuk ekziston më. Faktikisht, ai fshat ekziston vetëm në dokumentat, më merr mendje mua vetëm dokumentat e mia. Sepse nuk me njëherë mbasi linda unë, ai fshat u prish dhe të gjithë ata që ishin në atë zonë, fjalë u spostuan në një fshat tjetër. Edhe unë kam shkruar edhe një poezi që i vetmi fshat që ekziston vetëm në dokumentat e mia. Po si e ka emrin? Mund ta ndoshta ka shquajtur Rostamas dhe është pranë Ndërnenasit në rrethinat e Libofshës. Në zonën e Libofshës të Fierit. Po dëgjon e njeh. Kush në dëgjon? Libofshën në Shqipëri e njohin të gjithë sepse është një vend shumë i bukur dhe shumë i dëgjuar. Okej. Doja të bëja një pyetje për sa i përket krimtarisë suaj. Unë kam më keni dhuruar dhe një libër tuaj që kam lexuar shumë i bukur, është i shkruar në italisht. Po, është libri i fundit i shkruar në italisht. Po, komplimente, shumë më ka pëlqyer shumë. Doja të dija, meqense shkruan edhe në shqip edhe në italisht. Në cilën gjuhë ndihesh më rahat, edhe pse? Unë ndihem shumë i qetë në shqip, për të vetmen arsye, sepse poezia është një diçka që lind në fjalë nga vjen, lind me ty. Edhe unë kam lindur në Shqipëri, edhe kam lindur me gjuhën shqipe, dhe është gjuha shqipe ajo që unë e njoh me rrënjë me degë, është ajo që me cilën unë jam mëkuar, me fjalë. Edhe nuk ka mundësi që të shkruaj aq mirë sa të shkruaj në shqip në italisht. Bile unë bëra kaq kohë dhe u përpoqja jashtëzakonisht, bëj një përpjekje titanike për të shkruar në italisht. Dhe prapë ai vargu nuk më del aq rrjedhshëm sa më del në gjuhën time. Gjithmonë përpiqem edhe mbas kaq vitesh unë kam mbi 30 vjet këtu në Itali, edhe vetëm tani po e ndjej vetëm në një farë mënyrë të sigurt që të shkruaj në italisht. Edhe më bëhet shumë qefi që libri im dhe poezia ime po pëlqejnë edhe në itali, sepse libri fitoi edhe një çmim tani në një konkurs në Senatin Italian, edhe kjo ishte ajo qershia mbi tort e gjithë asaj përpjekjes time për të shkruar. Në fakt, po atë kemi parë të gjithë që domethënë libri juaj ka fituar këtë konkursin që titullohet Divinamente Donna. Edhe nëse do të na shpjegosh çik se Divinamente Donna, domethënë hyjënisht e kemi përkthyer grua. Hyjënisht grua. Edhe një konkurs që kemi na i fitoni ju burrat, domethënë. Po. Ajo atëre aktiviteti quaj hyjënisht grua. Edhe në këtë aktivitet jepeshin medalje grave që kishin një aktivitet të pasur në fushën e tyre. Nga Shqipëria ishte Natasha Lako, për shembull, që mori një titullin hyjënisht grua, ishte Angela Costa, ishte dhe Besa e saj, Bashysa.
por ky aktivitet kishte edhe pjesën e tij të një konkursi, organizonte edhe një konkurs ku merrnin pjesë shumë shkrimtarë dhe poet, të cilët shkruanin edhe për gruan. Kupton? Edhe fjalë mu bëj qefi që ndërmjet atyre fituesve ishte dhe libri im, dhe unë fitova çmimin e parë për librin në gjuhë të huaj. Dhe kjo më është një diçka jashtëzakonisht e bukur për mua, më bëj qef jashtëzakonisht. Se libri ishte në shqip apo Jo, libri ishte në italisht, në gjuhën italiane. Okay. Ky është libri i parë që unë përshkruaj. Po, nga shkrimtarët e huaj, një fjalë, unë isha zura vendin e parë për librat në gjuhën italiane. Libri im quhet Sono uno dell'esercito dei vinti, jam një i ushtrisë që humbi. I ushtrisë që humbi, me fjalë, sepse unë mendoj që ne të gjithë, edhe kur fitojmë, kemi humbur gjatë rrugës, kemi humbur diçka. Dhe kjo është ajo e vërteta e madhe që nuk na e thon asnjëherë, që edhe ai që fiton, me fjalë, ka plagë në trup, edhe unë këtë doja të shprehja. Ideja ime ishte kjo, të nxirja në pah ato plagë të trupit, dhe pse edhe të atyre që fitojnë, po edhe të atyre që nuk fitojnë. Kupton? Se të gjithë mbeten me cicatrice, mbeten me shenja në trup edhe në shpirt. Po të kujtosh gjithmonë edhe ushtarët që kanë fituar, me fjalë ata janë të disturbuar, nuk kanë më një jetë normale, sepse kanë parë aq tmerre, saqë ato tmerre i shoqërojnë gjatë gjithë kohës. Dhe prandaj ideja ime është kjo që lufta nuk është një diçka e bukur dhe një diçka triumfale për këdo, dhe për atë që fiton, por edhe për atë që humbet. Edhe me që jemi edhe në një kohë ku lufta domethënë zgjidhet si formë fitoresh apo si formë sundimi, është shumë interesante përcjellja e këtij mesazhi paqeje. Shpresojmë që to luftra jemi në një kohë të errët, Nuk dhe asnjëri nuk po e kupton se si ka mundësi që ne po precipitojmë, ne po ecim gjithmonë drejt luftës pa e kuptuar as ne vetë. Dhe kur mendoj se si filloi lufta e parë botërore dhe si filloi lufta e dytë botërore, me fjalë, është aq e tmerrshme vetëm ta mendosh që jemi në një prag moskthimi mbrapa të. Dhe kjo është për të shtmerrë, është një diçka që duhet ngritur zëre. Kujdes, ktheuni mbrapsht, çfarë po bëni, jeni të rëzi apo jo. Ideja ime kjo është. Nuk mësuam asnjë gjë, pse këto dy përvoja nuk njerëzimit nuk i dha asgjë, domethënë pse harruam kaq shpejt. Nuk është se harruam ne, po ata që janë sipër nesh, ai personi që është sipër nesh, jeton ne kemi votuar, ne kemi ai të detyron që ti të futesh në luftë, duke të mbushur mendje që kjo është rruga më e mirë, por rruga është më e mirë për të, jo për ne të tjerë, dhe për gjithë botën. Okej, ne filluam me poezinë, përfunduam tek, domethënë nuk e di se si hym te lufta, po kjo është e bukura e bisedave. Jetojmë në këtë kohë në një kohë të tillë për cilën ne duhet të ngrejmë zërin gjithmonë kundër saj, edhe duhet jemi më aktiv në këtë drejtim. E ke parasysh kur ne bëjmë një debat, nëse ngre dikush zërin, fjalë edhe ngre edhe tjetri. Nëse njëri fillon merr diçka në dorë, merr edhe tjetri diçka në dorë. Edhe vetëm ky fakt të bën që të kuptosh që duhet jemi më të qetë dhe duhet jemi më racional në çfarë bëjmë. Duhet mendojmë 2 herë tjetër përpara se ti themi dhe ti bëjmë. Është vërtet. A duhet ta ngrem zërin me që jemi në këtë temë? A duhet ta ngrem zërin dhe në diaspora, Fatmir, për sa i përket vendlindjes tonë? Kur e shohim, e kemi një çik në vështirësi drejt me thënë këto kohë. A duhet ta ngrem edhe nuk dua të fut shumë në domethënë në terma politike, po
Domethënë, e zëm ekonomikisht merren në formë sociale, jo politike. A duhet ta ngrejmë zërin jo vetëm kundër luftës, po edhe kundër korrupsionit, kundër mbretërave, kundër Korrupsioni është një plagë. Korrupsioni është një plagë për çdo vend në botë, Madiana. Nuk ka një vend në botë ku nuk ekziston korrupsioni. Dhe mua më çudit ndonjëherë ky fakti që ne shikojmë si një gjë që lindi sot, apo korrupsioni shoqëron çdo lloj shoqërie. Është brenda në çdo lloj shoqërie, kudo. Nuk ekziston një shoqëri ku nuk ka korrupsion. Mirë po, problemi I luftimit korrupsionit nuk është që të zhdukur, sepse korrupsioni zhduket vetëm vetëm në diktaturë, po edhe atëherë në fjalë bëhet më I vogël. Në diktaturën që ne e kaluam. Nga korrupsioni jo, nuk ka asnjë lloj shpëtimi. Problemi I korrupsionit është që të ulet masa e tij në një farë sa më shumë të jetë e mundur, por që nuk ka shpëtim, prandaj është kjo ideja që ne po luftojmë korrupsionin, ne nuk luftojmë ne. Korrupsionin e lufton vetëm një gjyqësor I paanshëm dhe I drejtë. Nuk e di nëse ju kam treguar atë idenë, atë historinë e mbretit Carlo, perandorit Carlo të Gjermanisë, që po kalonte një ditë në një fushë me grur, duke I shkelur grurin. Edhe në fund të asaj arës ishte fshatari që ju thotë ndal, mbreti ndaloi dhe filloi po qeshte, kush është ky fshatar me kosët ky fshatari, ndërkohë këta mbreti me gjithë ato shpurën e vet të veshur me armatim lufte. Edhe fshatari thotë, zotëri, thotë, më keni shkelur grurin dhe duhet m'jepni parat për këtë. Edhe ai mbreti qeshte dhe I thotë, po ti di kush jam unë, thotë, unë jam mbreti. Thotë, nuk më intereson se kush je, thotë, mund t'jeni kush doni, si ka që mua duhet m'jepni parat e grurit. I thotë, edhe po nëse unë nuk dua që të jap, çfarë do bësh? I thotë, unë po shkoj te gjykatët në Berlin. Ka akoma gjykatës në Berlin. Edhe tani ka mbetur kjo shprehje, ka akoma gjykatës në Berlin. Pra, e vetmja mënyrë për të ulur korrupsionin, për të ulur masën e tij, është që të ketë një gjyqësor të mbështetur mbi baza të forta. Nëse arrim dot këtë, ai që do ta krijonte këtë sistem, në fjalë ai do mbetej në histori si ai që bëri Shqipërinë moderne, sepse Shqipëria moderne nuk ka pasur asnjëherë një gjyqësor të paanshëm dhe të fortë. Të fortë po, por jo të paanshëm. Kurse në rast se ne gjyqësori do arrinte këtë pikë, atëherë do thoshim me vërtet që lindi Shqipëria moderne. Okej, ne shpresojmë që në Shqipëri atëherë të forcohet sa më shumë drejtësia, por mendoj që duhet të ketë transparenca në qeverisje, duhet të dimë edhe ne vetë kur votojmë, se ne pse Fatmir, ne ti jeton në Itali dhe pak më parë kishim një referendum. Domethënë unë mendoj që vetë ne, domethënë neve qeverisë italiane, si italian, I tham jo. I tham që ti nuk na merr ne në përkëmbë, sepse kemi një mendje, kemi një konsciencë. Unë besoj se të njëjtën gjë duhet të përdorim, të njëjtën mendje, të njëjtën konsciencë edhe me politikën shqiptare. Unë shpresoj se me që e bëjmë si italian në një të ardhme ta bëjmë referendumi këtu, unë votova jo për referendum këtu, vetëm për shkakun sepse ai prekte kushtetutën. Në rast se nuk do prekte kushtetutën, është legjitime për çdo lloj qeverie që të bëjë. E njëjta gjë po ndodh edhe në Shqipëri. Por kushtetuta italiane, që është një nga kushtetutat më të bukura në botë, nuk duhet prekur. Dhe kjo e prekur kustetutën. Edhe prandaj unë votova jo në këtë rast. Unë shpresoj shumë me të vërtet që njerëzit domethënë të mos kenë frikë të shprehin mendimet e tyre, sepse ndjej që me të vërtet në Shqipëri është kjo frika e të marrësh pjesë, domethënë që të bëhesh pjesë e dikujt, e këtij krau politik apo atij krau politik. Nuk ka rëndësi, rëndësi ka që të fitojë. Ajo frika që nga cili kraj je ikun në thënjishin dhe nuk kthehet më ajo frikë. Bile unë nuk kuptoj për si mund të kesh frikë sot që të votosh një palë apo një tjetër. Unë doja me gjithë shpirt që të thosha të gjithë shqiptarëve që mund të votoni
të lirë në fjalë. Dhe sot shqyr zotit ne kemi jo 2 parti, 3 parti, Po, e vërtet. për numër partish e kemi jashtëzakonisht të lartë. Gati kemi një parti për çdo familje, për çdo fis, në fjalë, ne kemi një parti. Kështu që mjafton të zgjedhët. Ëh? Kemi më shumë se ç'duhet, ndoshta do të thuash. Kemi çdo fis ka një parti, edhe ti e kupton vetë kur jemi kaq të shpërndar, do të thotë që ka diçka që nuk shkon, por është normale në një shoqëri të papjekur. Ne jemi një shoqëri e papjekur, nuk është se jemi një shoqëri e keq apo çfarë. Por në rrugën e demokracisë, ndërkohë që vendet e tjera kanë me qindra vjet, në mos me mijëra vjet, në fjalë, ne jemi akoma në fillimet e asaj. Pastaj ne si shtet jemi një shtet tribal. Shtem dikur që në qoftë se ke gjithmonë një kushëri të mjafton të flasësh me një njeri, del gjithmonë fis, mjafton ta gërvishësh pak me një fjalë dhe del gjithmonë që ti je fis me të nga nuk e di, fisi i shkallës 3 apo i shkallës 4, po je gjithmonë fis. Edhe kjo mënyra tribale, fisnore, që ne ekziston sepse jemi një vend shumë i vogël, edhe siç e thash më përpara, jemi një vend i papjekur edhe nga ana emocionale, po edhe nga ana shoqërore. Të drejtën Fatmir se më nxorret te fisi, nuk besoj se është vetëm fakt, domethënë fakt ose kjo shihet edhe vetëm në Shqipëri, sepse nuk e di nëse të kujtohet se gjatë referendumit edhe një eksponent politik italian doli edhe u tha votuesve të tyre që shkoni tek kushërinë, të shkoni tek miqtë, të shkoni tek gjithë atyre që keni bërë ndere, edhe do dal pikërisht atje ku thua ti që edhe këtu ka korrupsion, me të vërtetë. Po është një shtet aq i madh, Por kjo nuk do të thotë që ne duhet ta lejojmë apo të mos ta luftojmë. Këtë desha të thosha që kudo ka. Ne as nuk e lejojmë dot dhe as nuk e luftojmë dot. Ne mund të bëjmë pjesën tonë, po as nuk mund ta luftojmë dot. Edhe siç thash më përpara, këto janë çështje drejtësie, në fjalë. Nëse një shtet nuk ka një drejtësi të duhur, konsoliduar, të drejtë, në fjalë, atëherë çdo lloj gjëje bie. E vetmja gjë që na mungon, në fjalë, për të bërë edhe këmbën e tretë të shtetit, të shteti mbahet ka 3 kolona, një nga ato është gjyqësori. Nëse mjafton që të mos jetë një këmbë nga ato, mos jetë në rregull, dhe gjithë shteti bie. Prandaj dhe unë shpresoj dhe mbështes me shumë zjarr vendosjen e një gjyqësori të paanshëm në Shqipëri. Fatmir, më duke shumë i dhan, domethënë, të shoh politikisht, ke provuar në Itali të kandidohesh ose të marrësh pjesë në ndonjë? Në Itali jo, nuk jam kandiduar asnjëherë, po isha kandidat në Shqipëri me partinë e Elena Kocaqit. Edhe ishte një eksperiencë e bukur që përfundoi dhe shpresoj që të vazhdoj dikur më vonë. Por është një diçka që nuk është që është në interesat e mia prioritare. Okej. Kush janë interesat e tua prioritare atëre? Është botimi në një libri të ri? Madjana, ne kemi tani një moshë të tillë që ato pasionet reduktohen gjithmonë, edhe vetëm siç thon gjithmonë që pasionet e vetme janë ato që ti ke filluar që fëmijë, edhe ato që mbesin. I vetmi pasion që unë kam pasur, në fjalë që fëmijë edhe që kam mbetur, në fjalë është letërsia, është poezia, edhe unë mendoj që do vdes duke shkruar poezi. Është kënaqësi edhe për ne që i lexojmë. Unë shpresoj, bile unë kur dëgjoj që kur më thua që është kënaqësi për mua që lexoj, është sepse një poet jeton për fjalën e lexuesit që thot sa bukur e ke shkruar, ose çmë ke kënaqur, ma ndryshova jetën, ose më bëre për një çast të buzëqesh, ose më bëre të jem mirë për një çast. Ideja ime e poetit është ky, që ti bëj të tjerët që të jetojnë mirë për një çast, të jenë mirë për në jetën e tyre.
Unë i lexova disa nga të tuat, po tani do vazhdoj ta frekuentoj akoma më shumë faqen ku i publikon, sepse nuk është e njëjta faqe jote e Facebookut, është Fatmir R gjata, domethënë. Po, Po, në qoftë se okay. edhe dëgjuesit tanë kanë dëshirë, do të gjejnë shumë aty poezitë e tua janë shumë interesante, edhe mua domethënë më pëlqyen dhe i kam zgjedhur tre prej tyre, në qoftë se dëshiron, adesso po t'i lexoj. Unë nuk e di nëse Bledi mund të na vërë ndonjë sfond muzikor, në qoftë se nuk mundet, s'ka gjë. Unë po filloj me të parën. Po. Me ty. Me ty ndjeva çfarë ishte zjarri. E ndoshta djegur do jemi të dy. Ndoshta do të vi një tjetër jetë ku mund të shihemi për herë në sy. Tani e di se ti je mrekulli. Me ty njoha çfarë është premtimi. Dhe si është deti kur era më shon. Me ty desha të fluturoja natën e fundit sa nuk ish vonë. Tani e di se ti je perëndi. Me ty njoha qish mallëngjimi, e çfarë ishte puthja plot ëmbëlsi. Me ty kisha dritën e diellit, që shkrinte akull mbledhur në gji. Tani e di se ti je dashuri. Këtë e ke shkruar duke dëgjuar With You të Dan Lewis. Domethënë të ka frymëzuar Dan Lewis apo? Unë isha duke dëgjuar këtë këngën, edhe më pëlqeu jashtëzakonisht, edhe thash, kësaj këngë mund të t'i bëj një tekst në shqip. Edhe nuk e di, por nuk e di lexuesin do bën të mirë që kur ta lexonte një fjalë, sepse unë kam shkruar poshtë që është lyrics i asaj këngë. Edhe do ishte shkëlqyer fare që ta dëgjonte atë muzikë duke lexuar poezinë. Është me të vërtet një gjë e bukur dhe mua më pëlqen shpesh ta bëj këtë eksperiment që të dëgjoj një këngë edhe pastaj i vë vargjet e mia. Bile po t'tregoj një sekret akoma. Për të shkruar në italisht, në fjalë unë përdor gjithmonë këtë truk. Në çfarë kuptimi? Vë një këngë në gjuhën italiane, zakonisht vë De André, që më pëlqen jashtëzakonisht, edhe duke dëgjuar muzikën në një fjalë, unë i vë fjalët e mia asaj muzike. Edhe kjo më ka bërë që të shkruaj shumë bukur dhe në italisht. Edhe unë jam prova që i kam lexuar dhe mendoj se domethënë mund ta vërtetoj që edhe në italisht, jo vetëm në shqip, edhe në italisht poezitë tua janë shumë të bukura. Me që jemi në poezi, ke ndonjë muzë? Muza jote Fatmir? Muza është jote personale. Nuk diskuto, çdo kush nga ne ka një muzë, ka një diçka në mendje, ka një diçka në shpirt, ka një diçka në po është druaja ime që më frymëzon. Me që jemi në këtë lloj poezie ta bëra pyetjen. Po unë do doja, nuk e di nëse Bledi është me që po flasim për këngë poezi, unë do doja që të pinim një gotë ujë edhe Bledi të na vinte një moment muzikor dhe më pas të lexoja dy poezi të tjera që nuk janë, domethënë janë me tema shumë ndryshe nga kjo e para që zgjodha si fillim. Okej, me kënaqësi. Të shohim nëse Bledi mundet të na vërë momentin muzikor. Ja, të dashur dëgjues, kthehemi sërish. Faleminderit Bledi për këngët, shumë të bukura. Fatmir, unë do vazhdoja me një poezi tjetër. Po. Që titullohet Zogjtë e verës. Po. Atëherë, janë disa zogjë që vinë në verë, mbushin folen me cicëri.
tanë që kanë lindur jashtë shtetit dhe kur kthehen, që nuk ka gëzim të madh për gjyshit kur i takojnë. Edhe besoj që është një ndjenjë e njohur në Shqipëri, sepse çdo verë me fjalë ndodh e njëjta histori kur vinë edhe Cicerinë aty te folezët e vjetra. Është një diçka që po dal ngadalë po zhduket, ato shtëpitë e vjetra po bien, por gjithmonë është një ndjenjë e bukur dhe ndjenjë e mirë. Dhe mua më pëlqeu ta përkujtoj, ta hidhe në letër të ndjenjë. Po, dhe ja ke arritur shumë mirë. Interesante fakti që edhe pse thon arrivederci sepse thon mbaj gjithsesi. Domethënë ata mbeten bit Mbeten atij shqiponjtë vendi. të vogla dhe ata rriten gjithmonë me idenë që janë shqiptar kudo që janë, kudo që vënë. Në fjalë dikush vë plisin që i vogël, ne shikojmë fëmijët tan kur nëpër festa që mbajnë ato flamurin shqiptar, e ngrejnë flamurin shqiptar, edhe e duan Shqipërinë, dhe ne po bëjmë gjithçka që ata të mos ta harrojnë kurrë, edhe ta duan gjithmonë vendin e tyre. Në fakt doja të pyesja, po bëjmë mjaftueshëm për këtë brez ne? Ne nuk bëjmë mjaftueshëm, por bëjmë ato çfarë kemi mundësi. Gjithmonë ato që mundemi, sepse ajo është e pamatshme puna jonë, dhe është një punë që do vetmohime edhe do kërkon një mund të jashtëzakonshëm. Por ne bëjmë aq sa mundemi, nuk e di nëse duhet bëjmë më tepër ose duhet bëjmë më pak. Kjo është një diçka që vetëm më vonë brezet e tjerë do na e tregojnë nëse bëjmë tepër apo bëjmë pak. Ne nuk mund ta gjykojmë dot veten, sepse ne bëjmë çfarë kemi mundësi gjithmonë. Me që jemi në këtë poezi më erdhi një pyetje, po e bëj tani që të mos një minutë nga një poete tjetër, nga Sonila. Minuta gjej, okej. Atëherë, Sonila pyet si mund të jetë lidhja organike midis nipërve që lindin jashtë, dhe një lloj distance në ushqimin shpirtëror, që mund të ketë një gjysh me një nip që jeton brenda kufirit. Janë dy sensacione të ndryshme. E ke parasysh atë në Bibël është ai djali plank prishës, ai që vjen me fjalë, edhe që afrohet dhe për atë bëhet festa më e madhe. Edhe këtu nuk bëhet fjalë për një djalë plank prishës, me fjalë bile bëhet fjalë për një djalë ose vajzë që ka rregulluar jetën e prindërve të tij dhe u bën atë më të bukur gjithmonë, por është larg. Edhe ai largti duhet gjithmonë. Diçka më tepër nga ai që është afër. Dhe kjo është gjë më e natyrshme që ndodh në gjithë botën edhe në të gjitha kohrat. Sepse ai që është larg nuk ja di se çfarë halli ka, nuk ja di dhimbjet, nuk ja di plagët, gjithmonë. Edhe ne kemi zakon, nëse ti e di shumë mirë, që ne kur na pyesin si je, themi gjithmonë mirë, pavarësisht se diku na lëngon shpirti, pavarësisht se si jemi, diku na lëngon shpirti, diku kemi një mërzi apo një diçka tjetër. Edhe kjo është kështu një ndjenjë natyrshme për ne që jemi larg. Po, faleminderit. Kam zgjedhur edhe I kam zgjedhur poezitë tua me tema të ndryshme, kam zgjedhur 3 tema të ndryshme. Edhe kjo më preku akoma më shumë, kjo poezia e fundit që po recitoj tani. Të vrarë
është një plagë e pambyllur akoma për Akoma të pa gjithë ne. mbyllur, pa emër, pa... Sepse me të vërtet asnjëri nuk pagoi për këtë dhe kjo është me të vërtet një diçka, një padrejtësi që klith gjithmonë. Ti imagjino ka njerëz në Shqipëri që sillen që të buzëqeshin përpara dhe mbajnë niprit në krah, edhe ai dikur ka shtën mbi një person dhe ka qelluar në kufi. Dhe tani është komplet i pafajshëm. Dhe këto janë ato gjëra që ne nuk arritëm dot t'i mbyllim asnjëherë. Dhe kjo lëngon akoma, kjo plagë. Është një diçka që do na shoqëroj për shumë kohë. Sapo me këtë rast do doja edhe të kujtonim se disa, domethënë edhe tragjedin që e anijes shqiptare, e cila Sibila, e cila u godit në 25 mars, edhe atje kemi domethënë akoma njerëz pa emër, akoma ka persona Katër i radhës, gjuhet nga Anja Sibila, bile për akoma nuk ka emër. Dhe janë nga ato tragjeditë që janë të pandëshkuara, janë në purgator, në fjalë, janë aty në mes, nuk di se ku shkojnë ata që e bën, në fjalë do shkojnë në ferr apo në parajs. Dhe kjo është një dhimbje, një ulërim, me fjalë, që buçet akoma në veshët tanë. Okej. Fatmir, unë kisha zgjedhur këto tre poezi të ndryshme, me tema të ndryshme. Faleminderit. Ka edhe shumë për këtë cilin do që do të lexoj poezit në faqen tënde. Unë shpresoj që mbas këtij emisioni të shkojnë gjithë lexojnë poezitë gjithë që ta lexojnë, në fakt po më thonë të them edhe një herë emrin e faqes, sepse po të kërkojnë me Fatmir Gjata, pero duhet ta bëjnë Fatmir R Gjata, sepse ma shkruan, po, sepse Okej, unë do doja ta mbyllim pak këtë temë, edhe do doja të pyesja, me që ti je dhe organizatori i një eventi në Asti, Urat. Mund të na tregosh se si nga lindi kjo ide, si e ke organizuar, çfarë? Lidhja shkrimtarëve shqiptar në Itali, së bashku me Qendrën Margherita Xhepa edhe me Fondacionin Goria, po organizon festivalin artistik të artit shqiptar në Itali. Edhe lindi sepse nuk kishte një diçka të tillë më përpara që t'i bashkonte të gjitha artet bashkë. Dhe ideja ime ishte kjo, që t'i bëja të gjitha këto gjërat t'i bëja bashkë në një, sepse kemi parë programe letrare, po ashtu programe piktorike. Unë mendova që t'i bëja bashkë të gjithë skulptorët, piktorët, artistët, të gjithë artistët bashkë, etnografët, edhe në 18-19 prill po organizojmë në Asit Italisë këtë event, këtë ngjarje. Edhe shpresoj që të dali mirë, pavarësisht se nuk kemi pasur një mbështetje shumë të madhe nga ana institucionale, por shpresojmë me ato forcat tona, siç dim t'i bëjmë ne shqiptarët kur ngulim këmbë me një vend, edhe jam i sigurt që do dalë diçka e shkëlqyer, do dalë diçka e mirë. Përgatitjet janë gati në fazën e fundit, ndaj kur flet për mbështetje institucionale, ke fjalën për atë italiane apo për atë shqiptare, apo për të dyja bashkë? Për të dyja bashkë, në fjalë, është një diçka që po organizojmë vetë dhe po mundohemi që ta çojmë në fund me forcat tona. Edhe jeni shumë mirë që ne në Asti, kur i bëjmë punët, i bëjmë tamam, sepse ke parasysh paradën që bëjmë është më e madhe gati. Mas asaj New Yorkut, në fjalë parada më e madhe e shqiptarëve jashtë shtetit është në Asti. Edhe besoj që me forcat tona do ja dalim. Unë kam rrotull jo vetëm rrotull, po edhe sipër edhe anësh, nga të gjitha anët, kam njerëz të shkëlqyer, Mariam Bjeshza, Landi,
Sela, Araniti, gocat Sabina. që janë Sabina, që janë të mrekullueshëm të gjithë, Skënder Laza, etj. Me fjalë, besoj që do dalë diçka jashtëzakonisht e bukur, diçka e mirë. Po, jeni me të vërtet shumë të organizuar, I përshëndesim të gjithë shoqatën e Astit. Doja të hyen çik më në thellësi, sa artistë keni ftuar? Edhe janë domethënë nga Italia, po do vinë nga Shqipëria? Shumica janë këtu nga Italia, por ka edhe nga Shqipëria, ka edhe nga Franca, ka edhe nga Maqedonia. Në fjalë, dohet një surprizë e bukur. Po janë gjithë shqiptarë, dhe dohet një surprizë e bukur, në fjalë. Shpresoj që gjithmonë që publiku italian, sepse ky është një aktivitet që I drejtohet publikut italian. Edhe unë shpresoj me shpirt që ata t'ju pëlqej ky aktivitet, edhe shpresoj që ta përsërisim këtë aktivitet, të bëhet një aktivitet I përvjetshëm këtu në Asti, sepse në Asti ekziston me të vërtet një celulë e jashtëzakonshme, njerëz që e kanë në shpirt dhe dashurinë, edhe e masin çdo lloj gjëje me shpirtin e sakrificës. Në çfarë data t'i ftojmë të gjithë? Në datën 18-19 prill. 18-19 prill të gjithë në Asti. Të gjithë në Asti që të shikojmë gjërat e bukura dhe të jemi të gjithë bashkë, dhe të festojmë gjithë bashkë. Do jetë një festë jo vetëm e artit shqiptar, por edhe festë e kulturës dhe artit shqiptar, po do jetë dhe një bashkim I joni, do jetë një takim I bukur me të gjithë neve. Okej, shpresojmë të dilni sa më mirë. Vetmir, desha ti sapo përmend edhe shoqatën e Astit, ne jemi mësuar, domethënë kemi ftuar edhe kryetarin e shoqatës, jemi mësuar t'ju njohim tani. Doja të dija për sa përket juve, çfarë roli keni domethënë brenda në shoqatë, me çfarë domethënë merresh vetëm me qendrën kulturore apo me shkolla? Me qendrën kulturore, me fjalë, se ajo shoqata organizohet në mënyrë piramidale, që është Aso Albania. Aso Albania është Këshilli Drejtues I Aso Albanisë, që pastaj drejton shkollën edhe drejton dhe qendrën kulturore të Margherita Xhepa këtu në Asti. Por kryesore është Aso Albania, e krijuar në Pistoia nga Nikolin Gjeloshi, siç e dini. E përshëndesim edhe Nikolinin, shpresojmë ta kemi. Është ka qenë mbështetja jonë në çdo çast, në çdo moment. Okej. Pyetja ime radhës kisha një pyetje pak ka shumë personale, jo shumë personale, prap me krijimtarinë tënde, po doja të dija. Nëse do doni ta përshkruani diasporën me një varg poetik, si do ta përshkruani? Mall, plagë, frymëzim, se di, si mund të Nuk është, janë gjitha bashkë. Janë gjitha bashkë. Flak e pashuar. Flak e pashuar, ose do të thotë gacë nxehtë në dorë. Gacë nxehtë në dorë, do ta thëngjilli nxehtë në dorë. I mbajtur në dorë. Kjo do ishte vargu më I mirë që mund ta përshkruaj diasporën, sepse me të vërtetë si ai thëngjilli që ti e mban në dorë dhe nuk e ndjen kur djeg. Je ndier ndonjëri huaj në Itali? Jam ndier I huaj, jam ndier bir, jam ndier me fjalë të gjitha ato. I kalon njeriu të gjitha fazat, në fjalë. Por siç ndiem ndonjëherë edhe në Shqipëri, ndiem I huaj, ndiem bir, ndiem dhëndër, ndiem të gjitha, I kalon të gjitha fazat
Sa unë kam një moshë që pak a shumë fjalë Nuk e dim në fakt moshë. i kam përshkruar. Jam rreth 60 vjeç, kështu që merr me mend që i kam shkuar. Faleminderit. Ka ndonjë shprehje ose ndonjë fjalë që nuk e arritur ose nuk e përkthen dot nga shqipja në italisht në poezinë tënde? Ke shumë. Sa duash. Plot në fjalë. Janë disa fjalë që i kemi vetëm ne ballkanësit. Ne ballkanësit jemi jo vetëm shqiptarët, edhe popujt tjerë rreth nesh. Po kemi një pasion të jashtëzakonshëm dhe çdo lloj gjë e bëjmë me një pasion të çmendur. Ne dashurojmë sikur shkojmë në luftë, dhe shkojmë në luftë sikur dashurojmë. Dhe vetëm me këtë fjalë mund ta përshkruaj mirë karakterin që kemi, karakterin ton. Imagjino vetëm kur shikojmë një vajzë të bukur e themi kjo është i presësh kokën. Imagjino çfarë. Kjo është dhunë. Kjo është kompliment, nuk e dhunë. Tamam. Interesant. Mendon se poezia jote po të mos kishe emigruar do të ishte kështu, do të ekzistonte në të njëjtën formë? Në të njëjtën formë në asnjë mënyrë, sepse poezia në fundet është formimi jot në vite, dhe ajo poezia evolon, ecën përpara, duke 1 minutë më Mariana, 1 minutë vetëm, lutem. Po. Atë unë pash, nuk e di se nëse ka akoma mesazhe. Me që Fatmiri na braktisi për 1 minutë, Sonila, po, fikse edhe Sonila po thot na. Sonila, kishe ndonjë pyetje tjetër, mund të ma bësh, me që e humba Fatmirin për disa minuta, midis poetësh. Po, u ktheve, more një telefonat. Po, more një telefonat që ishte shumë e rëndësishme për mua. Gjëra që ndodhin. Ne nuk i regjistrojmë, doja të thoya që ne nuk i regjistrojmë. Fantastike. Nuk i regjistrojmë që kështu nuk është, po të duan, domethënë Bledi më vonë mund t'i presi, bëj çfarë doj, po ne jemi live, që kështu janë gjëra që ndodhin. Okej, unë Fatmir arrita në fund të pyetjeve ato që kisha përgatitur, në qoftë se ti ke diçka që do të thuash që kemi anashkaluar, që nuk e përmendëm, që nuk e cekëm, je i lirë. Me që jemi në momentet pak e shumë i prekëm gjitha ato gjërat, edhe unë do isha shumë i lumtur që të kishit sa më shumë poet në programet tuaja, jo vetëm politikan. Mos harroni që janë poetë edhe që mendojnë për të bukurën edhe mendojnë për një të ardhmen më të mirë. Nuk janë politikanë. Ose janë edhe poetë që mund të ndryshojnë. Është bukuria që ndryshon botën. Edhe jo pa politikë, thua. Është bukuria që ndryshon botën, nuk është politika. Politika merret me çështjet e ditës edhe zakonisht e harron të ardhmen. Kurse poetët flasin për të ardhmen. Okej, edhe unë po mundohem, me që gjatë javës kemi, siç e thashë edhe më parë, kemi dy kolegët e mi, Gencin e Leon, që merren shumë me politikë, mendova që të paktën të dielën të kemi diçka tjetër. Sot kishim poezinë, shpresoj të kem pikturën, artin, muzikën, aktrimin, gjitha, domethënë duam që të arrim të kapim të gjitha temat e mundshme. Shumë bukur. Po bëni të njëjtën gjë që po bëjmë ne në festivalin tonë, që po i mbledhim gjithë artistët bashkë. Shumë interesante, kjo është shumë interesante, ju falenderojmë edhe për këtë zgjedhje që keni bërë. Imagjino vetëm kaq që të flasësh vetëm për kostumet popullore shqiptare, duhet një natë dimri, jo vetëm një natë dimri, po ka aq shumë për të thënë sa nuk e kemi idenë. Ato ornamentet e kostumeve shqiptare vinë që nga koha e Egjiptit lashtë. Vetëm ky fakt, me fjalë, të bën që të mendosh çfarë mrekullish fshihen mbrapa. Dhe në rast se ju merrni dikë që është specialiste e asaj pune, do mrekulloheni nga ato gjëra që do zbuloni, sepse ne i marrim të mirëqenat ose thjesht një ornamente, por ato kanë gjitha kuptimin e tyre. Po, nuk i shohim vetëm si bukuri, por nuk si bukuri, por domethënë signifikatën. Po.
Po përgatitni paradën e shtatorit? Natyrisht. Çfarë pikë jeni? Ajo është përgatitur për gjatë gjithë kohës, përgatitjet dhe pastaj në shtator shpërthejnë lumi i madh që niset nga qendra Asit drejt qendrës tonë. Kemi ndonjë të re, mund të na i thuash se s'na dëgjon njeri këtu? Jo, çdo gjë është sekret, Okej. Unë Fatmir të falenderoj shumë. Faleminderit Faleminderit që ishe me neve, faleminderit që ishe në valët e radios tonë, faleminderit për krijimtarinë dhe për poezinë tënde. Faleminderit juve. Edhe shpresoj të kemi edhe herë të tjera në radio. Me kënaqësi. Okej. Miru pafshim edhe natën e mirë. Natën e mirë gjithë atyre që na kanë ndjekur dhe stafit tuaj. Natën e mirë, Madje. Natën e mirë. Atëherë të dashur dëgjues, si tha dhe Fatmiri në për transmisionet tona nuk do të kemi vetëm politik, po do të mundohemi të kemi specialistë të fushave të ndryshme të artit, të muzikës, sepse diaspora është domethënë është shumë e madhe dhe aty gjen gjithçka. Unë do doja t'u falenderoja sot që zgjodhët të ishit në valët e radios son. Ju faleminderit për dëgjimin, ju faleminderit shumë edhe për mesazhet, faleminderit Sonila për mesazhet. Kishin ardhur disa mesazhe të tjera që nuk i lexova dot, megjithatë do mundohem her pas here të jem e shkathët edhe t'i lexoj të gjitha. Faleminderit edhe natën e mirë të gjithëve. Zëri i diasporës nga Madiana Nureddini. Window Radio.